qika, vajza, i ka 3 vjet e gjys, ka për qëllim, dhe ala akoma nuk më fol çka duhet me këndu që të flasi. Do të më shku një ke doktori, ligoped, që ai ta knojë herë me ato aparatet e veta, ta shofi. Nëse doktori thot nuk është për mua, sa çdo gjë në rregull, atëherë sillet ta knojmë ose knoj vet sure nga Kurani, Fatihan, Felekun, Nasin, ajetin Kursi. Dhe kur themi knim, nuk kemi për qëllim me iknu i gjys here apo i herë gjys, po kemi për qëllim me iknu një orë e gjys, me i fry ujit, me i fry vajit, me e fërku me vajt knum. Kjo është e fryme, nuk është e fryme me lexu i herë e i çerek një sure. Edhe do të që për herë i çerek të ketë efekt. Po kno Kur'an do të thotë 1 orë Fatihan pa pushim. 1 orë ajetin Kursi pa pushim. 1 orë Felekun pa pushim, 1 orë Nasin pa pushim. Nuk është kurs gjitha 5 orë në ditë, po sot i orë Fatihan dhe ajetin Kursi, nesër i orë Felekun dhe i orë Nasin, e kështu me radhë. Ky është kënim. Më herët kanë pas qenë disa plaka i thoshin që e kanë pas zgjidhur këtë problemin e mos të folmes me një lloj veprimi, ma kanë thonë, domethënë që e prisnin diçka poshtë gjuhës fëmijës, edhe për 1 javë, për 2 javë ju lëronte gjuha. Kështu që për këtë arsye ne themi duhet parë tek mjeku specialist, pastaj mendojmë këto gjërat e tjera sepse mund të ketë një pengesë që ka nevojë të ndiqet me klinikë. E nëse nuk gjejmë pastaj zgjidhje, atëherë këtu jemi ne, vjen pyetja tjetër prapë.